Më ka bërë përshtypje para ca kohësh një qasje, një mendimtar i bashkohor, që thotë një ndër krizat thotë të kohës që ne po kalojmë, thotë sepse është absolutizu e përkohshmja dhe është relativizu absolutja. Do të thushti pse e nise me këtë. Shumë. E nisa me këtë sepse ne faktikisht flasim të njëjta terma përdorim, por jo të njëjta gjëra nën kuptojmë. Varet se ku janë referencat. Ne për shembull flasim për vlera, flasim për virtyte, mi po ndryshe i qaset një lloj ideologjie, ndryshe është koncepti në një lloj periudhe dhe ndryshe ka qenë në një periudhë tjetër. Ajo që ka ndodhur sot, që ne po përjetojmë në leximin tim, të cilën normalisht e kam gjetur ke shumë mendimtar tek jeta e përditshme, që thonë që kriza e sotme është e moderniteti, nuk është se nuk fton në besimin në Zot. Por çfarë ka bërë, si thua, i ka heq kompetencat Zotit dhe ja ka vesh atë njeriut.